Për rastin e fjalën nuk mund të flas shumë se kjo është pjesë e hetimit, por veriu i vendit ka qenë vend thuaj pa kontrollueshëm. Kështu që armë kemi gjetë në sasi të mëdha, numër shumë të madh, kemi gjetë në vende të caktuara ku ato janë përgatitur për me u përdorur kundër neve. Në rasti i Banjskës nuk ka nevojë për shpjegim më shumë, ku ka pas armë ushtarake. Është një gjë që po i kthehet normalitetit me qytet kështu sikurse regionet e tjera, ku ne në rast se kemi informacion që dikun ka armatim ne ndërhyjmë, reagojmë dhe i konfiskojmë ato armë. Mirë po, ato që ka mujë me thonë është që situata në veri vazhdon të mbetet e qetë, po vazhdon të mbetet edhe delikate, herë del delikatja mbi të qetën, herë kundërta. Mirë po, policia e Kosovës është secilin vend deri të vendit edhe ne reagojmë. Për armatim, besojmë çdo kund ku kemi informacion që ka armë ne ndërhyjmë, kjo është më rëndësi për neve. E thatë një gjë interesante, zot Elshani, thatë që herë delikatja del mbi të qetën. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton që në rast të situata po zom i konvenon Serbisë ose diçka e tillë, s'është më rëndësi, mund të bëhet një incident i cili mund të shihet si incident politik dhe bëhet pak më delikate. Në rast se situata vazhdon të jetë e qetë, atëherë ne merremi me ato situata. Ajo që ka është më rëndësi dhe që qytetarët e vendit duhet ta mojnë mend është që policia e Kosovës mund të përballet edhe do të përballet me secilën situatë e cila paraqitet. Ne shpresojmë të mos kemi ndonjë situatë delikate kështu me cilën ne duhet të merremi, po në vazhdimsi gjatë çdo ditë ne morrim vendime të cilat janë delikate me qysh për veriun e vendit, sepse ne nuk po e morrim veç për krim veriun e vendit, mirë po kemi regjistrimet e bizneseve, punën e inspektorëve komunal, punën e komunave, në vazhdimsi këtë institucionet vendore të cilat funksionojnë në këtë vend e që ndoshta më herët nuk kanë funksionuar. Elshani, a keni pas ndonjë situatë të tillë së fundmi, sidomos në fundjavën e kaluar, pas protestave të mëdha në Beograd? Jo, nuk kemi pas, ne jemi përgatitur që në rast se do të kishte ndonjë eskalim atje, ne të dimë me menaxhu situatën këtu, kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe me KFOR, nuk ka diçka për me u shqetësuar, po çdo ditë, ne edhe sa të kishim një protestë studentë, më duket edhe ne se kemi paralajmëruar, thotë që përkrahin studentat në Serbi atje. Kemi aktivitetet përditshme të inspektorëve komunal, kemi aktivitetet të ndryshme të komunave në përgjithësi, mandej edhe veprimet e tona sikur ky rasti satëm që ishte këtu, po me krahasu po zon këtë rast sudit me bastisi dhe arrestime me një situatë po zon që ne kemi vepruar në vitin 2023, kemi kryer një veprim thuja të ngjashëm, nuk krahasohen, ka qenë shumë më shumë delikate atëherë se sa tash. A është ulur rezistenca e banorëve pra, ose e grupeve? Në fakt, banorët nuk kanë rezistuar, ka pas grupe kriminale të cilat kanë rezistuar dhe me cilat ne jemi përballë. Mirë po, ata kanë ulur rezistencën e vetë dhe njerëzit e dinë që ne nëse kemi një urdhënesë për me ekzekutu, ne ekzekutojmë ato, mundohemi me bëmë sa më pak dëm për arsye se na duhet me kry edhe me ekzekutu vendimet e gjykatave po zëm, prokurisë ose të institucioneve vendore kërkesat për asistenca po ato kërkohen, po nuk kemi, në fakt ne edhe tash jemi në kontakt vazhdueshëm me bashkësinë, me komunitetin, me qytetarët këtë vend dhe nuk kemi diçka me mshef, nuk bëjmë diçka të kundërligjshme. Në momentin e parë që ne veprojmë sikur sot, për shembull na pyeten media se çfarë ka ndodhur, ne kemi treguar që ne jemi duke kryer disa bastisje në disa lokacione për shkak të hetimit që duke zhvilluar drejtoria kundër krimit të organizuar. Nuk kemi mshef diçka, nuk është diçka që ne kemi hyrë, kemi vjedhur një dhe kemi dalë. Jemi duke kryer punën tonë. Shkurtimisht edhe një pyetje zot Elshani, si është bashkëpunimi pra me drejtoritë qendrore? Ta zëm drejtoria kundër krimit të organizuar funksionon në nivel qendror të policisë në Prishtinë. Si është bashkëpunimi i pjesës veriore me qendrën ka? Është një sikur peja me Prishtinë, sikur peja me qendër, sikur Xhiloni me qendër, njëjtë është edhe këtu. Unë kisha pas me theksu bashkëpunimin shumë të mirë që duke u përmirësuar me qytetarët, bashkësinë dhe komunitetin këtu në veri të vendit, sepse ne varemi nga ta, informacionet që i morrim në rrugë operacionale nga qytetarët e verit të vendit. Shumica e informacioneve që i morrim nga veriu, nuk i morrim për jugut ose për Xhilonit për na tregu diçka për veri. Kështu që është veç duke u bë më mirë. Elshani, faleminderit shumë për kohën që zgjedhët lidhësh drejt për drejt me ne. Faleminderit juve.